Mirëditë të gjithëve, rreth pak do doja të përgëzoja Fundacionin Qamëria Arsan Fasimi dhe drejtorin e saj, zotin Anket Veliu, për organizimin e këtij takimi, që është një herësh edhe shkencor, edhe përkujtimor, me rastin e një nga, madje do thoshe, e masakrës ose spastrimit etnik të parë pas luftës së dytë botërore. Në propagandën politike, por dhe në historiografi moderne greke, ekziston një interpretim i mirë koordinuar për të justifikuar masakrimin e qamëve dhe spastrimin etnik të qamërisë në qastet e fundit luftës dytë botërore. Qershor 44, mars 45. Shqipëri në këta 35 jetë e fundit kam vizituar nga Mitsotakisi Plak, kryeministri i Greqisë në janar 1991 ka qenë vizita e tij, e deri te Mitsotakisi Junior, kryeministri i Greqisë, që ishte së fundit në mars të vitit 2025. E mes këtyre dy kryeministri e president të Greqisë së re, të tjerë kryeministra e president Grek-Anaku, Stefanopoulos, Simitis, Papoulios, Karamalis, të gjithë me të njëjtat fjalë të parafabrikuara kanë mohuar ekzistencën e një problemi qamë. I kanë deklaruar shqiptarët e qamërisë si kolaborator të pushtuesve italo-gjerman, të cilët nga frika e ndëshkimit për krimet që pas këshin kryer në dëm të grekëve, në marim të luftës ikën vullnetarisht nga Shqipëria. Ky është interpretimi zyrtar. Këto fjalë kanë shqiptuar mund mes Tiranës, këta drejtues të shtetit grek, pa u bërë kush fjalën dysh nga ana e shtetarëve të Shqipërisë demokratike. Më duhet përjashtoj vetëm presidentin e fundit komunist, Alizeli, i cili ka qëndruar, do të thosha burrërisht, pretendimeve dhe agresionit që i bëri Mitsotakisi Plak në janar të vitit 1991. Të njëjtin refren shqiptojnë dhe historianët dhe akademikët grekë, dhe kjo është më dëshpëruese. Sipas Kyriakos Kendriotis, pas kapitullimit të Italisë, çamët ju bashkuan gjermanëve. Në Janin, sipas tij, u formua një repart special me çamë që mbani dhe uniforma gjermane. Dhe me largimin e gjermanëve, Thesprotia u çlirua nga zerra, i cili u siguroi çamëve shëndetin, jetën dhe pasurinë private, thot Kendriotis. Por ata zgjodhën të ikin në Shqipëri për t'u shmangur drejtësisë. Kështu gjykata e Janinës nuk mundi veç të dënojë me vdekje në mungesë 1930 çamë. Në një kohë që dokumentat gjermane dhe vetë historianë të shumë grek pohen se batalioni Nuridinos nuk ishte më shumë se 200, në ditët më të mira më shumë se 200 metra. Një zë ndryshëm dhe historianët grek, duhet ta themi dhe këtë, është ai i Lambro Balciotis, një studiues i ri, i cili më së shumti jeton e shkruan jashtë Greqisë. Sipas tij, kur Italia fashiste sulmoi Greqinë në tetor 40, krerët e komunitetit qam u arrestuan dhe u dëbuan duke u dhënë kështu qamëve musliman një provë se ata i prisnin gjëma akoma më të mëdha, thot Balciotis. Kjo mas, me siguri, ndikoi edhe në sjelljen e qamëve në muajt që vijuan. Kështu, kur ushtria italiane hyri në qamëri, qamët u kthyen kundër popullsisë krishtere, e cila në vite ishte favorizuar nga politikat e qeverive greke në dëm të tyre. Ka parasysh sekuestrimin e tokave dhe vendosjen në tokë në vitin mas vitit 1923 të refugjatëve nga Azia e Vogël, refugjatëve greke. Kështu, vazhdon Balciotis, kur në nëntor 1940 forcat greke ripushtuan qamërinë, të gjithë burrat qam u internuan dhe qeveria greke mbylli syt kundrejt masakrave të kryera nga të krishterët kundër tyre. Rreth 56 qam u ranë në zonë e Filatit që në ditët e para, 300 të tjerë në Parameti e Igumenicë dhe në vitin 1940 akoma. Gjithsesi, i Balciotis e ka kapur thelbin e problemit qam, edhe pse nuk i thonë të gjitha të vërteta, edhe të duhet ta themi. Dhe thelbi problemi qamë, sipas tij, është konkluzioni se
Dëbimi, e thot Baciotis, dëbimi qamve musliman me epiri perëndimore ishte rezultati i një politike shtetërore, një politike frymëzuar nga ideologjia nacionaliste që mbizotronte në Greqinë e periudhës mes dy luftave. Dëbimi qamve, vazhdon ai, ishte pjesë e politikës së shtetit grek për të ushtruar kinse të drejtën e tij për të dëbuar jo grekët nga territori i vet. Fundi citatit. Në fakt, historia e Greqisë së re është dhe histori e dëbimit të muslimanëve, të cilët në treva të tëra përfaqësonin një pjesë mirë të popullsisë, po themi në prag të vitit 1821, në Thesali, Pelopones, Kret, ku kishte popullsi me shumicë muslimane. Qysh kushtetuta e parë greke e vitit 1822 e konsideron Greqinë vendin e grekëve. Pra, ku jo grekët ishin të pa dëshiruar. Dhe njerësh vendin e njerëzve që besonin në Jezu Krishtin, pra, ku dhe muslimanët e të tjerë besime ishin të pa dëshiruar. Kështu, si që në vizon një historiane e greke, edhe kjo e formuar në shkollën shkencore gjermane, jo greke, Gjorgja Kreci, kjo thot, ndërsa shqiptarët musliman të qeverisë duheshin dëbuar si jo grek, e gjithashtu si jo musliman, shqiptarët e krishterë u konsideruan nga politika helene potencialisht si grek të një gjuhë tjetër, dhe si të tillë mund të integroheshin dhe mund të asimiloheshin në shoqërinë greke, kjo pra për çamët ortodoks. Presioni politik i shtetit grek me minoritetin musliman të çamërisë vazhdoi të ushtrohej edhe gjatë pushtimit të saj. Italianët dhe pas tyre dhe gjermanët ndoqën një politikë të përçarjes mes elementit musliman dhe atit krishter. Parola e vjetër, divide et impera, pra nga që të sudosh. Nga njëra anë, ata përgëdhelnin ëndrat e të parëve, pra ëndrat e çamëve musliman, për bashkim me Shqipërinë, duke tërhequr një pjesë të Paris çamë me vete. Kështu, emëruan Xhemildino si komisar i lartë për çamërinë në 11 korrik 1941, por pa i dhënë atij ndonjë kompetencë apo pushtet faktik. Italianët nuk e bashkuan çamërinë me Shqipërinë, siç bën për shembull me një pjesë të madhe të Kosovës. Siç edhe kishin premtuar, jo vetëm kaq, por ata patën si prioritet ta kishin mirë me qeverinë kuislinge greke të Tsolakoglus, më vonë në atë të Ralisit, të cilës i lanë atributet rëndësishme të pushtetit lokal, siç ishin emërimi i prefektëve, i komandantëve të gjandarmerisë dhe ushtërimi i pushtetit gjyqësor, që u la qeverisë kuislinge greke. Këta vazhduan të zbatojnë politikën diskriminuese të mbështetjes së elementit të krishterë, duke mbajtur lidhje dhe me bandat e armatosura që terrorizonin fshatrat muslimane, siç ishin ato të Kosh Nikollës, të Babunit e tjerë. Në këto pushtet, popullsia çame zhgënjur nuk i dha asnjë mbështetje regjimit pushtuesit. Në gusht 1942, komandanti i përgjithshëm i forcave italiane në Greqi, general Carlo Geloso, raportonte se çështja e pronave të sekuestruara të çamëve pas vitit 1923 ishte një nga shkaqet e marrëdhënieve të ndera mes muslimanëve dhe të krishterëve çamë. Por italianët nuk u përfilën as fare për ta zgjidhur atë problem. Kështu, mbi popullsinë çame në ato vite rëndonte një pushtim i dyfishtë, nga njëra anë pesha e pushtimit italian, e nga ana tjetër pesha e sundimit të qeverisë kuislinge greke. Autoriteti i qeverisë kuislinge të Athinës çamëri uri konfirmua pas takimit të Mussolinit me generalin Tsolakoglou në Athinë në 15 gushtë 1942. Italianët, ashtu si dhe gjermanët mas tyre, vendosen që qeveria e Tsolakoglous, MT e Ralisit, duhej mbështetur ekonomikisht e politikisht, qoftë edhe duke përgëdhelur ndjenjat nacionaliste të saj. Nuk është një rëndësi që me njerë pas takimit Mussolinit në Tsolakoglou, regjimi fashist italian ndaloi botimin e një libri studimor shumë të rëndësishëm mbi çamërinë, që ishte përgatitur nga akademik të shquar italian. Botimi, siç u tha në njoftimin zyrtar, u ndalua për arsye politike, më thojza. Kuptohet, arsyeja politike ishte që mos u prishej qefi
kuislinve nacionalist grek. Situata mbeti e tillë edhe në okupacionin gjerman. Administrata civile policore në Çamëri vazhdoi të ushtrohej nga qeveria e kuislinge e Atinës, e cila bënte gjithçka për të nxjerrur konfliktet mes komunitetit musliman dhe atij ortodoks çan. Me urdhrin e tij të datës 13 shtator 43, komandanti i divizionit paralpin, Karl Heinz Rothfuchs, konfirmoi si guvernator të Etinit Mihail Cimbrin. Ky i fundit kishte qenë emëruar në këtë detyrë nga italianët qysh në vitin 1941. Në janar 44, komandanti gjerman i zonës së Igumenicës, pasi konstatonte, citoj, inkompetencën e administratës aktuale e greke në Çamëri, i propozonte komandës grupit E të ushtrisë që në krye të prefekturës të Thesprotis të caktoi Kreuçan Dino. Por, i shqetësuar për këtë propozim, kryeministri Kuisling Rali u kërkoi gjermanëve emërimin e një prefekti të ri grek në Çamëri, i cili të kryente funksionet zyrtare duke mbështetur nga Wehrmachti gjerman dhe nga formacionet e armatosura të grekëve, duke ndaluar, siç thoshte ai, veprimtarinë politike të grupit italofil të Dinos. Dhe kështu ndodhi, autoritetet gjermane të pushtimit i paralajmëruan Kreuçan të mos ndërmerrin ndonjë aksion kundër të krishterëve. Në rast të kundër, deklaronte në 27 shkurt 1944 feldkomandanti von Wagner, çamët do përballeshin me trupat gjermane nëse preknin pra grekët. Nuri e Masardino u detyruan të premtojnë se nuk do ndërmerrnin asnjë veprim që të mund të ishte në kundërshtim me interesat e Wehrmachtit gjerman. Në fakt, sqaron një raport i komandaturës gjermane e asaj kohe, deri tani nuk janë ndërmarrë veprime dhune kundër grekëve dhe shqiptarët për përpiqjen jo pa sukses për sigurimin e rregullit të rendit publik. Për herë të parë në këtë dokument vetë fjalë për idenë e krijimit të një milicie shqiptare me efektivin e një batalioni. Në mars të atij viti njoftohet ekzistenca e një njësie paraushtarake çame nën komandën e Nuridinos. Në fakt, në mars të 44-s, Nuridino ndodhej në Gjirokastër ku po donte të rekrutonte një batalion me vullnetar shqiptar. Në 29 mars, komandanti i forcave qeverisë kuislinge Tiranës, Preng Predizi, i shkruan dhe komandës gjermane në Shqipëri për përpjekjet e Nuridinos për të grumbulluar vullnetar nga Shqipëria e Jugut për t'i përdorur kundër partizanëve. Personeli i këtij batalioni, të rekrutuar kryesisht Shqipërinë e Jugut, nuk i kaloi kur të 200 vetët. Dhe, prandaj u zgjata në këtë pikë, kjo njësi veproi kryesisht kundër partizanëve shqiptarë në territorin e Shqipërisë dhe nuk u ngrit as pak për të mbrojtur popullsinë çame. Në takimin që pati me prefektin e Gjirokastërës dhe Hiprunën me 11 maj 44, komandanti i divizionit 22 Alpin, generali Lanz, i komunikoi atij se komandanti i milicisë Nuridino do të ishte në dispozicion dhe në urdhrat e tij, pra të Gjermanit, dhe vetëm formalisht urdhrat e komandaturës gjermane do i përcjelleshin Dinos nëpërmjet prefektit të Gjirokastërës. Në fakt, raportet gjermane sqarojnë se batalioni Nuridinos ishte dislokuar në Gjirokastër dhe vetëm nga pikpamja taktike dhe përsa i përket furnizimit vare nga divizioni 22 Alpin i Aninës. Vetë efektivi i tij në shumicën ndërmuese përbëhej nga rekrut nga krajina e Gjirokastërës, siç thanë, dhe aksionet e tij ishin zhvilluar dhe u zhvilluan vetëm kundër qetrave partizane në zonën Erin Lipohov, më vonë në Zarori e Devin. Kështu, pretendimi sotëm se kjo njësi e mbledhur me shumë vështirësi nga Nuridino ka luftuar kundër forcat të zerrës dhe ka kryer krime kundër popullsisë së krishterë në Çamëri nuk qëndron fare në këmbë. Përkundrazi, burimet e votuar së fundit tregojnë se Dinot, ashtu si dhe përfaqësuesit e ballit kombëtar këtu në Shqipëri, banin kontakte të ngushta me zerrën. Në kujtimet e tij Teodor Sarandis, njeriu i besuar i Napoleon Zerrës, tregon për takimin e bërë në 26 dhjetor 43 me Nuridino, takimi kërkuar nga ky fundit. Takimi u bë në shtëpinë e Kenan Mesares në Anin. Sigurisht nuk u fol për të luftuar bashkë kundër pushtuesit gjerman, por për të luftuar kundër formacione partizane sa në Shqipëri dhe kundër atyre të Ellasit në Epir.
Ndërkohë një numër i madh çamësh, më së shumti në brezin kufitar me Shqipërinë, u bashkua me forcat e Elasit. Kështu në prill të 44-s, raportet gjermane flasin për bandën, e quajnë ata, bolshevike të Recep Plakut, një komandant i shquar i forcave partizane. Në verën e vitit 1944, me 500 çam u krijua batalioni 4 i regjimentit të 15 të Elasit. Në verën e vitit 44, nga rreth 500 banor çam, më fali, përsërisë frazën që thash. Në përleshje me partizanët në kufirin midis Shqipërisë e Greqisë, në 23 prill të vitit 44, forcat gjermane ndeshën një rezistencë të anshpër pikërisht nga forcat partizane çame të kësaj brigade. Kur në qershor të vitit dhe po përfundoj, kur në qershor të vitit 44, forcat gjermane u tërhoqën nga Krajina, forcat e Edesit, rreth 1000 vetë të brigadës 16 e Edesit, të komanduara nga nën koloneli Krania, hyrën në Paramifi. Për 4-5 ditë me radhë, qyteti u krye në një kasapan ku burra gra e fëmijë musliman u ekzekutuan pa mëshirë. Numri i viktimave llogaritet parafërsisht rreth shifrës 500. Masakra e parë e Paramithis. Në 28 gusht 44, bandat e Zevës vran 49 burra dhe 8 gra në park. Në 14 shtator, 47 të tjerë, burra të tjerë, u ekzekutuan në Filat. 3 ditë më vonë, 51 njerëz u ekzekutuan afër spitalit të Filatit dhe në lumin e Shejla. Kështu, në Filat u masakruan 259 njerëz. Vrasjet ushtrim më tej në Kos, në Karbunar, Dragum, Kardik, Margulliq, Spatar e Gjetër. Oficeri anglez i ndërlidhjes, Torrance, raportonte me cinizëm ato ditë se banditët turq, kështu i quhen ai, çamët musliman, ikën drejt Shqipërisë me armët dhe me kafshët e tyre, të cilat ai çmonte me një numër gjysmë milion dele e 3000 kuaj si pasuri. Më vonë, në një raport të 16 tetorit 1945, komandanti i misionit ushtarak britanik Woodhouse, që ka një rol shumë negativ në ngjarje, në masakrat e verës vitit 44, do të thoshte lidhur me këtë ngjarje, me cinizëm akoma më të madh se oficeri që thash Torrance. Thotë Woodhouse, Zevra i inkurajuar nga misioni aleat që ishte në komandën time, i të boj çamët nga vatrat e veta në vitin 1944 për të lehtësuar veprimet luftarake kundër armikut. Puna e Zevrës u çua deri në fund nga një njësi e mbetur e tij e drejtuar nga një oficer me emrin Zoto. Çamët morën atë që merituan, edhe pse metodat e përdorura nga Zevra kundër tyre qenë paksa mizore. Rezultati gjithsesi ishte shpërngulja një popullsie e një minoriteti të padëshiruar nga territori grek. Ndoshta është më mirë që ndodhi kështu dhe le t'i lëm gjërat siç janë. Këtu mbyllet, si thuaç, edhe kjo pjesë e parë, do thosh edhe hyrëse, për kolegët e tjerë do flasim pastaj për masakrën e dytë përfundimtare të marsit të vitit 1945. Faleminderit.